إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, që nuk është vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon nuk ka kusht ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që zgjedh për veten e Tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe e vërteta. Askush tjetër përveç Allahu xhelalu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë dhe që meriton të adhurohet si Zot përveç Allahut, ai është një I vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri dhe I dërguar I Zotit, ai ishte vula e profecisë në tokë, misioni I cilit përmblidhet në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat, mirësitë, paqja, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin, pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, I madhi Zot Allahu xhelalu na drejtohet në Kur'an kur thot: O ju që keni besuar, prisojeni Zotit ashtu siç e meriton, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet. Gjithashtu I madhi Zot Allahu xhelalu na drejtohet neve dhe mbar njerëzimit kur thot: O njerëz, prisojeni Zotit I cili ju ka krijuar nga një njeri I vetëm, e prej tij krijoi bashkëshorten e tij, e prej këtyre bashkë të dyve Zoti krijoi mbar njerëzimin meshkuj dhe femra. Friksojeni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet e gjakut, dijeni se Zoti Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu I madhi Zot Allahu xhelalu na drejtohet në Kur'an kur thot: O ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, se kështu Zoti do t'ua falë gjunahet e do t'ua mundsojë që t'jeni ndër vepërmirët, cili do që I bindet Allahu dhe dërguarit e Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar fitoren e vërtet, fitoren e kësaj bote dhe fitoren e botës tjetër. E në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më I bukur dhe më I mirë është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se gjërat më të këqija dhe punët më të këqija janë sajesat në fe dhe në besim. Çdo sajes në fe dhe në besim quhet bidat, e çdo bidat është humbje, e çdo humbje ka vendin në zjarrin e xhenemit. Zotit I lutem në këtë xhumat fundit të Ramazanit që ta bëj Allahu xhelalu për gjithë secilin prej nesh haram zjarrin e xhenemit. Amin. Vëllezër dhe motra, jemi në fundin e muajit Ramazan, jemi në xhuman e fundit të këtij Ramazani për këtë vit, dhe njeriu në këto momente është në disa
në një ndjesi të përzier, nuk e din atjet i gëzuar dhe i lumtur se e mbylli një adhurim goxha të gjatë, nuk e di atjet i tremur dhe i friksuar sa ja ka dhënë hakun apo nuk ja ka dhënë, nuk e di atë ketë shpresë të madhe se është ngjit dhe është pranu, apo të ketë merakun dhe frikën se meritojmë një gjë të tillë, pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç Tij, nuk ka situatë më të vështirë dhe më interesante njëkohësisht se sa situata e mbylljes së një adhurimi, sidomos adhurimi i agjirimit të Ramazanit. Nuk di njeriu se si të ndjehet, sa herë që e kap ndjesia e shpresës, e godet ndjesia e merakut dhe e frikës. Sa herë që mendon se e kryu me sukses, mendon se ja kemi dhënë hakun ashtu siç duhet, dhe gjithsecili për nesh është dëshmitar i këtij fakti, dhe kjo lloj situate dhe kjo lloj ndjesie faktikisht është në të mirë të besimtarit, që ai asnjëherë mos ta shohë veten e tij se çoku ka bërë diçka, se ka arrit diçka, se ka bërë diçka. Faktikisht njeriu duhet ta edukojë veten e tij se ka bërë shumë pak faktikisht. Dhe se ne nuk duhet i shohim si të mëdha veprat dhe adhurimet tona, pavarësisht se në të vërtetë ndonjëherë janë veprat të mëdha dhe janë adhurimet të mëdha, por ne nuk duhet i shohim si të tilla. Besimtari gjithmonë rrin me merakun, e kam bërë siç duhet apo jo, më është pranuar apo jo. Gëzohet në vetvete për çdo të mirë që bën dhe pikëllohet në vetvete për çdo të keqe që bën. Po asnjëherë nuk ndjehet shumë komod. Për dy arsye. Arsyeja se ne nuk e dim se çfarë bëhet tek madhështia dhe madhëria e krijuesit ton. Dhe e dyta, jeta vazhdon akoma dhe do të jetë pikërisht periudha post Ramadan, pra mbas Ramazanit, ajo që do të tregoj faktikisht se çfarë ka ndodhur me Ramazanin dhe me agjërimin ton. Për këtë arsye dhe njeriu ndihet i dyzuar në ndjenja mes shpresës edhe frikës. Faktikisht, ky lloj dyzimi ndjenja, a ka argumentim apo nuk ka argumentim? Unë jo më kot sot e nisa hutben me disa ajete të cilat flasin për frikën ndaj Zotit, për drujën ndaj Zotit, ndërkohë që shumë mirë mund ta kishte nisë me ajete, o vëllezër, e mbaruam, Zoti na e pranoftë, tani e kemi xhenetin të sigurt, etj etj. Mund ta kisha thonë dhe këtë gjë, më lejohet. Po unë e nisa komplet në një gjuhë tjetër. Dëgjojeni ngjarjen e mëposhtme. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam po qëndronte me nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe lexoi pejgamberi alaihi salatu wasalam ajetin 60 të surës El Mu'minun. Surja e besimtarëve, të vërtet. Ajeti 60 i surës El Mu'minun përmend cilësitë në një moment të besimtarëve të vërtet. Dhe ndër të tjera aty thuhet: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dhe japin prej të mirave që ju ka dhënë Zoti, zemrat e tyre janë të mrolura, të trishtuara, të friksuara, se një ditë do të kthehen tek Zoti i tyre. Nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O pejgamberi i Zotit, këtu bëhet fjalë për besimtarët që edhe falen dhe luten e bëjnë të gjitha, po vjedhin, pinë alkool e bëjnë mëkate të mëdha? Pse duhet të jenë të trembur njerëzit? Pse duhet të jenë të mulatur? Pse duhet të jenë të friksuar në zemrat e tyre, ndërkohë që Zoti përmend gjithë ato cilësi të veprave të tyre të mira?" Pejgamberi alayhis salam i përgjigjet: "La ya bint Siddiq, jo, o bia e Abu Bekr Siddiqut, jo. E kuptove gabim ajetin.
janë ata njerëz të cilët falen, agjërojnë, japin zekatin, japin sadaka, bëjnë vepra të mira, wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Mirë po kanë frikë, janë merak sa u ka pranuar Allahu apo jo. Faktikisht besimtari ka këtë merak. Dhe ky merak është merak profetësh. Allahu xhallal xhelalu në Kur'an përmend njërin nga profetët e tij, le të themi më të zgjedhur ndër historitë e pejgamberëve të tij, Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Ibrahimja ishte pejgamber me çunin e tij Ismailin, dhe ai ishte pejgamber dhe po rindërtonin Qaben, që ka gjë më të mirë dhe më të bekuar se sa Qabja e madhnueshme nuk ka. I urdhnoi Zoti, po zbatonin urdhën e Zotit, pejgamber dhe bir pejgamberi, punën më të mirë që mund të ekzistojë, dhe kur e mbaruan ndërtimin e Qabes, çfarë thanë? Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. O Allah o Zot, pranoje prej nesh. O Allah o Zot, pranoje prej nesh, se ti je dëgjuesi dhe din gjithçka, dhe na fal mëkatet dhe gjunahet tona, se ti je falësi dhe pendim pranuesi. Kështu që kjo lloj tradite dhe ky lloj meraku nuk është i sotmi i lindur nga ne. Ky ka qenë një merak që e kanë pas gjithë pejgamberët e Zotit dhe është trashëguar brez mas brezi dhe normalisht do të vazhdojë kështu deri në ditën e Kiametit, se Zoti nuk don prej nesh që ne ta shohim veten tonë lart, që ne të kënaqemi me atë që bëjmë, po vazhdimisht duhet të jemi kritikues dhe vazhdimisht duhet të jemi, le të themi kështu, të pakënaqur me atë që bëjmë, sepse me të vërtetë o vëllezër dhe motra, ne jemi dëshmitar të faktit se atë që e bëjmë nuk është se e bëjmë aq mirë dhe aq bukur sa që duhet. A nuk jemi dëshmitar të faktit ne se edhe pse ishte Ramazan nuk e kemi ruajtur gojën ashtu siç duhet? A nuk jemi dëshmitar të faktit ne që edhe pse ishte Ramazan nuk e kemi ruajtur shikimin ashtu siç duhet? A nuk jemi dëshmitar të faktit ne që edhe pse ishte Ramazan dëgjimin ton nuk e kemi ruajtur ashtu siç duhet? A nuk jemi ne dëshmitar të faktit që edhe pse ishte Ramazan kemi pas probleme me synetet, me nafilet, me namazin e teravive, i shifshe vëllezërit mashallah, sa u bojë rekati 4, ja rrashin vrapit në mes teravive apo në fund teravive, nuk pritshin vitrin se do të dilshin jashtë, bëjshin muhabet apo pishin kafe, nuk ja kemi dhënë hakun, themi të drejtën, themi të vërtetën. Në synet dhe në nafile nuk ja kemi dhënë hakun. Mos flasim pastaj për farze. Sa herë mund ta ketik farzin në Ramazan, jemi dëshmitar këtij fakti apo jo? Apo mund ta kemi vonuar, apo se kemi fal me përqendrim? Sa herë në Ramazan mund kemi thonë llafe lart apo poshtë, apo mund të kemi mbart, apo mund të kemi mërzit prindërit tan. Sa herë në Ramazan mund të kemi bërë në gjuna, sa herë. Pra ne jemi dëshmitar të faktit. Ne nuk duhet të gënjejmë vetet tona. Ne jemi dëshmitar të faktit se nuk ja japim dot hakun ashtu siç duhet adhurim. Po edhe sikur ne në Ramazan të ishim si pika e shiut, si pika e lotit, të pastër. Ora asnjë lloj mëkati, asnjë lloj gjunahu, me synete, me farze, me teravi, me namaz, me të gjitha të kompletuar, prap nuk do të kishim bërë atë që me të vërtet meriton Allahu prej nesh. E di çfarë meriton Allahu prej nesh apo jo? Dëgjoj çfarë meriton Allahu prej nesh. Sikur ndonjëri për jush, thotë i dërguar Allahut sallallahu alajhi wasallam, ti rrin te Allahut me ballin në sejdë nga dita e lindjes deri në vdekje, pa hongër, pa pi dhe pa flet dhe pa po asgjë gjë. Prap nuk do t'ja jep të hakun Allahu xhel xelaluhu. Sa i dha jetën, ai e bëri këtë botë në shërbim tëndin. E ka gjë që mund barazohet. Mos flasim pastaj për shikimin, për dëgjimin, për të folurën, për mendjen, për gjithçka që Zoti i Madh na ka dhënë dhe na e ka dhënë dhurat. Pra edhe sikur të ishim ne perfeksion në agjërimin e Ramazanit ton,
prap nuk do të ishim ne ata që do i kishim dhënë hakun Allahut xhalla xhelaluhu. Për këtë arsye i madhi Zot na e ka sqaruar në Kur'an këtë çështje duke thënë in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Nëse bëni mirë, bëni për veten tuaj, e nëse bëni keq, bëni prapë për veten tuaj. Ajeti kuranor që ne lexuam më herët më lart, ajeti i Ibrahimit a.s. i drejtohet Allahut gjithashtu duke thënë wa tub alejna innaka anta at-tawwabur rahim. O Zot na fal. Po subhanallah, po çfarë gjunaje po bënte Ibrahimi a.s. Cili ishte gjunahu dhe mëkati i Ibrahimit a.s. Pejgamber i urdhëruar nga Zoti po ndërtonte Qabën. Pra nëse ky pejgamber i Zotit thotë o Zot më fal, e pranon pendimin, se ti ai që e pranon pendimin dhe faljen, ç'duhet themi ne që si jemi pejgamber? Atëherë gjëja më e bukur se si mund ta mbyllim ne këtë muaj është pikërisht lutja e Ibrahimit a.s. O Allahu Zot na e prano agjërimin ton. O Allahu Zot merre këtë agjërim dhe ngjite lart tek ti, ja Rabbel Alamin. O Allahu Zot na fal neve mangësitë tona, gabimet tona, taksiratet tona që kemi pas në këtë agjërim. Për këtë arsye o vëllezër, le ta mbyllim këtë muaj me tobe dhe istighfar. Le ta mbyllim pra këtë muaj duke kërkuar falje Zotit, duke kërkuar atij që na i ketë sheshuar gabimet tona, na i ketë fal gabimet tona, se në fund fare ne nuk patëm qëllim tjetër për këtij Ramazani, vetëm se këtë qëllim. A nuk e nisëm ne Ramazanin me niyetin kush agjeron Ramazan me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, do t'i falen atij të gjitha gjunahet? Ne me këtë niyet e kemi nis. A nuk e kemi nis në Ramazanin ton me niyetin kush çohet netëve të Ramazanit, falet dhe lutet me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit do i falen gjunahet? A nuk kemi bërë në këtë Ramazan me qëllimin kush e kalon natën e Kadrit me lutje dhe me dua, me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit do i falen gjunahet? O Allahu Zot, ti je ai që ke premtuar dhe premtimi jot është i vërtetë dhe është hak dhe premtimi jot nuk thyhet. Ti o Allah na ke thënë Kur'an, inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thyn premtimin e tij. Prandaj o Allah, o Zoti i gjithësisë, kemi agjëruar me dëshirën që të na falen gjunahet. Kemi agjëruar me dëshirën që të fitojmë kënaqësinë tënde. Kemi agjëruar me dëshirën që të fitojmë xhenetin. Kemi agjëruar me dëshirën që të regjistrohemi një herë për gjithmonë nga listat e xhehenemlive. O Allah, o Zot, na jep atë që na ke premtuar, na jep atë që kemi dëshiruar, na i fal mangësitë tona, na i fal tmetat tona, na i fal gabimet tona, na e pranon, o Allah, pendimin ton në këto momente, se ty të kemi, o Allah, dhe shpresa jon e vetme jeti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu xhalla xhelalu në këtë moment i kërkoj falje dhe mëshirë. Le të kërkojmë falje Allahut dhe mëshirë në këtë moment dhe të lutemi, ai është falës, ai është i gjithëmëshirshëm. Bashkar, ulu zemra. Kape, ulu atë. Ulu. Stop. Oh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allahun xhalla xhelalu e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, shoqërohet fundi i Ramazanit me lutje, me dua, me tobe dhe me istighfar dhe me disa veprime të tjera të cilat duhet i kemi parasysh, dhe ndërto dhënia e sadakas së fitrit, dhënia një lëmoshe e cila jepet
për çdo antar të familjes, që më e mira do të ishte që të jepet ushqim për të varfrit, për fukarejt, e nëse në situata dhe në situacione të caktuara ushqimi nuk i bën dobi, se nuk po vun kush sot për miell apo për makarona, po mund të ketë dikush halle të tjera më të mëdha, mund të konvertohet kjo duke ju dhënë pra në para, pra duke ndihmuar njeriu në varfër në para, siç është dhe mendimi më i saktë dhe më i drejtë inshallah taala. Duhet pra që këtë Ramazan ta mbyllim dhe japim sadakan e fitrit për të varfrit, sepse ajo shërben si një lloj kurimi për gabimet, për mëkatet dhe për gjunahet tona të Ramazanit. Kanë pas të parët tanë, sadakaja e fitrit në fund të Ramazanit është si 2 sejdët në fund namazit. 2 sejdët në fund namazit shërben që njeriu të korrigjojë gabimet dhe problemet e namazit të tij. Kështu është edhe sadakaja e fitrit në fund të Ramazanit, shërben për të plotësuar boshllëqet, mangësitë dhe të metat që mund të ketë pas njeriu gjatë agjerimit të tij të Ramazanit. Me shpresën e të Madhit Zot, namazi i Bajramit do të jetë me shpresën e të Madhit Zot ditën e diel dhe do të falet nga xhamiat, le themi të qendrës, do të falet në shesh, përveç se nëse është në një shi i madh, normalisht do të falet në xhamia, përndryshe Bajrami do të falet në shesh dhe Bajrami do të jetë në orën 7:30, duke pas parasysh faktin që ndryshon dhe ora. Ta keni parasysh këtë edhe për xhuman tjetër, pra xhuman tjetër ezani do të jetë në orën 1 dhe nuk do të jetë në orën 12 siç ka ndodhur me orën dimërore deri në këtë datë. Çfarë duhet kemi parasysh ditën e Fitr Bajramit? Ditën e Fitr Bajramit është mirë që të lahemi mirë, të pastrohemi mirë, të parfumosemi mirë. Kur të dalim nga shtëpia ditë, duhet hajmë diçka, nuk duhet dalim në xhami apo në faltore agjërushëm, siç mendojnë disa njerëz që është sevap me dalë dha dita agjërushëm, nuk është e vërtetë. Në Kurban Bajram është mirë që dilet pa ngrënë gjë dhe mbas Kurban Bajramit hahet, ndërsa në Fitr Bajram, pra ky që është tani, është mirë që të hahet diçka kur del njeriu nga shtëpia dhe pastaj niset për Bajram apo për të fal Bajramin dhe shkon inshallah taala te ku është përcaktuar për të falur Bajrami. Është mirë gjithashtu që të dilet nga një rrugë e të kthehet njeriu nga një rrugë tjetër. Është mirë gjithashtu që të përmeni Zotin duke bërë tekbire sa më shumë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, duke çuar në vend fjalën e Zotit, walitukabbirullaha ala ma hadakum, që ta përmendni Allahun me tekbir, se Allahu është ai i cili ju udhëzoi. Tekbiret fillojnë nga namazi i akşamit darkën e Bajramit deri kur të falet namazi i Bajramit dhe pastaj mbas kësaj nuk bëhet më tekbir dhe sadakaja e fitrit deri këtu e ka kufinin e fundit dhe nëse nuk e jep njeriu deri në namaz të Bajramit sadakan e fitrit do të thotë se quhet sadaka e zakonshme dhe nuk quhet sadaka fitri më, pra nuk e ka vlerën e sadakas së fitrit. Gjithashtu pëlqehet ditën e Bajramit që muslimanët urojnë njëri tjetrin dhe ka qenë traditë e sahabeve radhiyallahu ta'ala anhum që për Bajram e uronin njëri tjetrin taqabbalallahu minna wa minkum ose taqabbalallahu minna wa minka. Allahu e pranoft prej nesh dhe për jush, Allahu e pranoft për jush dhe prej nesh, nuk ka problem. Dhe përgjigja vinte ghafarallahu lana wa lakum, Allahu na fal neve dhe juve. Është mirë që për Bajram t'i harrojmë gjonat e kaluara, të falim njëri tjetrin, të urojmë njëri tjetrin, të vizitojmë njëri tjetrin. Shumë problematika t'i hedhim mas shpine për hatër të Zotit dhe në emër të kësaj mirësie dhe begatie që ne të gjithë shpresojmë që të marrim shpërblimet nga i madhi Zot ditën e Bajramit, ditën e Fitr Bajramit. Gjithashtu duhet kemi parasysh vëllezër dhe motra që të fusim gëzim dhe atmosferë në familjet tona ditën e Bajramit, se ne o vëllezër nuk kemi festa të tjera përveç se këtyre 2 festave, o Fitr Bajram o Kurban Bajram. Kështu që duhet marrin atmosferën e tyre të plot në familjet tona këto 2 festa në mënyrë që të mbjellim dashurinë, mirësinë dhe respektin dhe vlerësimin për këtë mirësi që na ka falë i madhi Zot, që ka emrin Islam. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahu të takon falënderimin i cili na udhëzoi në këtë fe dhe në këtë besim.
E po mos ishte mirësia dhe dashuria e Zotit për ne, nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.